Mirëmbrëma. Pas 2 javë ndërprerje, kthehet sërish dritare, këtë herë me një të ftuar special, kryeministri shqiptar Pandelim Majko. Mirëseardhje zoti kryeministër. Për herë të parë, kryeministri shqiptar do të flasë në ekranin kombëtar pas fillimit të bombardimeve të NATO-s dhe shtrirjes së krizës kosovare në rajon. Zoti kryeministër, në dhjetor të vitit që shkoi, jeni shprehur se ka mundësi që serbët të shpërthejnë një ofensivë totale në Kosovë. Për të paraprit kësaj situate kërkohet unitet. Në fakt, a ky gjykim ka kushtuar veprimet tuaja të mëpasshme? Ky ishte një moment që vinte normalisht pas një sër trauma që kishte kaluar politika shqiptare, por duke patur dhe informacionin e nevojshëm me partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët përveç këshillave tani më shkëmbejnë me ne edhe momentet tjera delikate të politikës ndërkombëtare. U mirëkuptua që ajo quhet parim apo teori e përgjithshme e politikës shqiptare për një bashkërendim të gjithë forcave politike, qofshin ato të mazhorancës apo të opozitës, karshi problemit të Kosovës, duhesh një rakordim, jo vetëm sa për sy e faqe për t'i mbushur mendjen e tjerëve se ne jemi bashkë të gjithë, por edhe me eksplicit në hapa të cilat do të ishin jo vetëm të ndërlikuara, por edhe brenda një makropolitike ndërkombëtare e cila nuk do të na falte asnjë lloj gabimi. Për fat të mirë, ne kaluam me sukses fazën e parë të këtij procesi dhe tani jemi në një moment të dytë. Ndërkohë ju keni ftuar në Tiranë disa prej eksponentëve kryesor të jetës politike dhe ushtarake të Kosovës për të bashkërenduar gjithçka në bisedat midis serbëve dhe shqiptarëve. Çfarë ka ndodhur më pas dhe a e parandjenit se nuk do zhvilloheshin këto biseda ashtu siç pritej? Jo, gjithçka ishte brenda logjikës bisedimeve, të cilat ne i konsideronim që është në fillim tepër të vështira. Por mbi të gjitha, ajo për cilat ne ishim të preokupuar, kishte të bënte me faktorin shqiptar, që ai të shkonte i gjithi bashk në Rambouillet dhe më pas në Paris. Kjo realizua dhe për më tepër, Rambouillet ofroi edhe një moment tjetër tepër sfidues për politikën serbe. Ajo vetëm i ofroi shqiptarët të bashkuar, por ofroi dhe mekanizma të zgjidhjes së një varg probleme që ekzistonte midis faktorit shqiptar. Pra, kam parasysh që pas u firmos marrëveshja, e cila tani quhet e Rambouillets përsëri pavarësisht u firmos në Paris, është firmosur edhe një marrëveshje tjetër midis faktorëve politikë të Kosovës për krijimin e një qeverie. Kjo më duket një evoluim ndoshta nga evoluimet më cilësore të situatës në Kosovë qysh nga vitet le të themi 81. Ka pasur një moment mbas audiencës të cilën ju ofroi Ati Shenjtë, ju jeni shprehur folën për Shqipërinë dhe Kosovën. Tani mund thoni diçka më tepër? Çfarë është thënë në Selin e Shenjtë? Midis jush. Kjo është vetëm kaq. Vetëm kaq. Më duket se është brenda logjikës që ne kemi ndarë me të gjithë faktorët ndërkombëtar të interesuar për çështjen e Kosovës dhe të Shqipërisë, konfidencat të cilat mbase në një moment saktuar do të bëhen publike. Por tani, siç e thash, kemi kaluar një moment të parë të suksesshëm, jemi në një moment të dytë. Besoj që telespektatorit do të na mirë kuptoj që gjërat nuk mund të thuhen nga A-ja te Z-ja menjëherë dhe qysh në fillim. Megjithatë, ju besoni se një zgjidhje e mundshme e çështjes kosovare, kompromisit të pritshëm, mund të vijë nga Selia e Shenjtë? Selia e Shenjtë gjithmonë ka qenë një aktor aktive, sidomos për situatën në Kosovë. Dhe qenia aktive e Selisë së Shenjtë ka në thelb i ka hequr Miloševićit dhe politikës serbe një nga armët me cilat Miloševići shpesh ka dashur ta përdorë në situatën ndërkombëtare, ku i ka trajtuar Kosovën dhe kosovarët si një element fundamentalist. Dhe përplasjen midis fenomenit serb dhe fenomenit shqiptar në Kosovë si dy probleme të cilat nuk kanë të bëjnë shumë me etnicitetin, por me përplasje midis fesë ortodokse, që sipas tij përfaqëson Europën, dhe fesë myslimane që sipas tij përfaqëson fundamentalizmin, lindjen e tjera e tjera. Gjë që me dimensionin e veçantë që ofroi përfshirja e Selisë së Shenjtë në këtë çështje, me zërin dhe opinionin që ajo dha, jo në mënyrë segmentale, por në mënyrë të vazhdueshme, deri dhe vetë Papa Wojtyla, bën që kjo lloj politike të sfumojë shumë shpejt. Po nga takimi që patët me presidentin amerikan Clinton, çfarë ka ngelur pa u thënë? Çfarë mund thoni ju, diçka më tepër tani? Po thuhet. Po bëhet realitet. Diçka nga ajo bisedë private? Nuk besoj se ky emisioni ka vënë vetes detyrë të
të nxjerrë diçka. Mendoj që jemi në një moment të dytë, siç e thash, akoma të papërcepituar. Dhe duhet mbi të gjitha të jemi të kujdesshëm, jo në mënyrën e të shprehurit, por në mënyrën e të vepruarit. Jam i bindur që jo vetëm qeveria shqiptare, por gjithë institucionet e shtetit shqiptar, Presidenti i Republikës, Parlamenti, janë përfshirë në një politikë tepër të kujdesshme për trajtimin e situatës. Kjo na ka bërë jo vetëm të respektuar, por tani më faktor. Nuk do të them faktor kryesor, por do të them faktor pa cilin nuk mund të zhvillohen momente vendimarrëse të politikës ndërkombëtare përdo që po zhvillohen sot në rajon. Cili do që komenti juaj për qëndrimi që ka mbajtur gjatë gjithë këtyre kohëve Anglia, Gjermania, madje edhe Franca, mikja e hershme e Serbisë? Mendoj që këto janë zhvilluar brenda një logjike të cilat nuk kanë të bëjnë vetëm me prishje të miqësisë apo të orientimit, por kanë të bëjnë me faktin që Miloševići faktikisht në qeverisinë e tij, në atë çfarë po ngrehet në Beograd, përfaqëson momentin më të pakontrolluar të konceptit të Europës së Bashkuar. Si i tillë ai është kthyer në një rrezik i përbashkët, që nuk i përgjigjet as miqësive dhe as armiqësive të vjetra të Europës, të rrethët të vjetra nëse mund të quhet kështu, pra që nuk ka të bëjë shumë me miqësinë e vjetër të Francës karshi Serbisë apo në një moment të Anglisë karshi Serbisë. Është e vërtetë që ka një varg ndryshimesh raportesh dhe balancash pas shpërbërjes së Jugosllavisë, tani më impakti sloven, kroat, më pas edhe ai bosnjak nuk janë më si një faktor i cili e bënte faktorin serb dhe diplomacinë serbe më të pranueshme, më të kuptueshme në petkun e Jugosllavisë, por e kanë nxjerrë atë ashtu siç është, i ashpër, i mpret, ekstrem dhe i papranueshëm. Ndërkaq sot presidenti rus ka kërcënuar me luftën e tretë botërore. Cili është komenti juaj? Nuk kam ndonjë koment. Deklaratat janë gjë tjetër, veprimet janë gjë tjetër. Dhe më duket se sipas informacioneve që un kam, nuk ka deklaruar kështu, ka deklaruar që Rusia nuk do luftë. Dhe gjithsesi Rusia po bën disa përpjekje për ta nxjerrë alatën e saj të vjetër historike nga kjo grop e zezë ku e ka futur Miloševići dhe regjimi i tij serbin. Këto përpjekje janë të kuptueshme dhe kanë brenda arsyetimin përkatës. Nuk bëhet fjalë për luftë tretë botërore. Përkundrazi, kam përshtypjen se të tilla deklarata po nënkuptojnë hapur tashmë fundin e Miloševićit dhe të politikës së tij. Kryeministri shqiptar, si i ka jetuar ditët e pas Rambujes, gjatë Rambujes, dhe a mendon se kjo marrëveshje tashmë është e vdekur? Jo, në asnjë mënyrë. Në fakt ka një logjik që thotë që Rambujeja ka vdekur, Rambujeja duhet të ridimensionuar. Rambujeja cili do qoftë momenti rishikues i saj, Rambujeja për ne shqiptarët ka një simbolik shumë significative, ajo është për ne një fillim. Ne atje vajtëm për herë të parë në historinë e historisë sonë të bashkuar. Pra koncepti politik i Kosovës vajti i bashkuar, ndërsa politika shqiptare ndoqi pothuajse e gjitha, me të gjithë mendjen dhe për herë të parë ne dolëm në skakjerën ndërkombëtare të plotë, të qartë, pse jo të fortë. A njeh qeveria shqiptare qeverinë e kryesuar nga Hashim Thaçi dhe cilat janë kontaktet tuaja me këtë qeveri? Asnjë vjet ndryshim. Ne kemi quajtur dhe konsiderojmë sukses marrëveshjen e të gjithë faktorëve politik të Kosovës për krimin e qeverisë me kryeministër Hashim Thaçin dhe në zyrën time Hashim Thaçi ka ardhur si kryeministër i kësaj qeverie, i kësaj marrëveshje dhe këtij impakti i cili tani më po bëhet edhe më veprues në Kosovë. Ka ardhur koha që qeveria shqiptare të pranojë se e ka ndihmuar, e ndihmon dhe do ta ndihmojë UÇK-n? Ka ardhur koha të thuhet që qeveria shqiptare se ka penguar asnjëherë UÇK-n. Cili është opinioni juaj personal dhe zyrtar për takimin e Ibrahim Rugovës me Miloševićin? Është një moment që duhet diskutuar me shumë kujdes dhe mendoj që me këtë akt Miloševići, duke organizuar takimin, sepse duhet pranuar, të gjithë duhet ta kuptojnë që organizatori i këtij takimi ishte Miloševići dhe vetëm ai, sepse i humburi në të gjitha konceptet nga ky takim ishte Rugova dhe vetëm ai. Pra, po ta fillojmë me këtë logjik, them që duhet jemi të kujdesshëm për të mos përsëritur teoritë e vjetra të historisë sonë që na pëlqen më tepër të shpallim tradhtar sa të shikojmë dhe të kuptojmë se çfarë po ndodh realisht.
Ibrahim Rugova është pjesë e historisë Kosovës. Dhe me këtë hap, do të thosha edhe të menduar, Miloševići përveç pastrimit të Kosovës, donte t'u thoshte kosovarëve që përveç dokumentave të identitetit që unë ju grisa në kufi, po ju gris edhe të kaluarën tuaj. Prandaj duhet jemi tepër të kujdesshëm dhe mbi të gjitha mendoj që hap pas hapi këto gjërat do të sqarohen. Nëse kemi të bëjmë detyrim, veprim të detyruar pra, apo kemi të bëjmë me një veprim i cili do t'i kushtojë në radhë të parë vetë Rugovës, por jo Kosovës. Unë shpresoj që kur Rugova të ndodhet një ditë i qetë, jashtë dhe larg bajonetave serbe, t'japi shpjegimet përkatëse. Tani për tani, ne duhet të mbajemi këtij principi. Ibrahim Rugova duhet të flasë ta shpjegojë ai i pari. Pastaj të tjerët le të gjykojnë. Kryeministri kosovar tha që është shprehur se është i gatshëm për një plan paqeje, por kurse si nuk e mendon sundimin serb në Kosovë. Në fakt ka ardhur koha për pavarësinë e Kosovës? Ka ardhur koha për rishikimin e të gjithë momentit i cili diskutoi të ardhmen e Kosovës në Rambuje dhe më pas në Paris. Sepse serbët përfundimisht treguan që nuk mund të kuptojnë qoftë edhe idenë e tranzicionit në konceptin e bashkëtesës midis serbëve dhe shqiptarëve. Përkundrazi, ata Rambujes i treguan bajonetat dhe në kuptimin praktik këtë e psuan mira e mira familje shqiptare. Miloševići bëri atë që vështirë se ka ndodhur më parë në historinë e Ballkanit dhe ndoshta vetëm populli i Izraelit në luftën e dytë botërore mund të imagjinohet dhe mund të sillet si një shembull për atë çfarë Miloševići po ofron për Kosovën dhe shqiptarët atje. Ndërkaq çfarë ndodh në Shqipëri? A e kishit parashikuar, a ka parashikuar qeveria shqiptare këtë fluks refugjatësh dhe a ka potenciale ta përballojë? Po e rëndësi do të kishte nëse do të thoshim e kemi parashikuar apo jo. E rëndësishme është se si reaguam. Dhe reagimi është ky. Të gjithë shqiptarët e Kosovës, sado, kudo që t'i çojë Miloševići, nëse do të vendosin të vinë në Shqipëri, dyert i kanë të hapura. A është e mjaftueshme ndihma e komunitetit ndërkombëtar për gati 300.000 refugjat kosovar të luftës që janë në Shqipëri dhe të tjerë, shumë të tjerë që priten të vinë? A mjafton kjo ndihmë? Ne duhet të mbjetojmë. Ky është mesazhi që un kam thënë emër qeverisë. Ne duhet të mbjetojmë. Sepse problemi është dhe ngjarjet po zhvillohen në mënyrë të tillë që sot një muaj mbjetesë kushton një shekull histori. Kjo nuk është për të futur retorika, emocione apo vjersha, por realisht situatat që po zhvillohen janë të tilla. Dhe ndihma ndërkombëtare nuk ka për të munguar. Sapo keni çdo informacioni besoj në televizionin shqiptar që Bashkimi Evropian do të akordojë ndihmë konkrete humanitare për refugjatët në 3 vendet, Shqipërinë, e cila cilëson të parën, pastaj kalon tek Maqedonia dhe Malizi. Ndërkaq un kam informacionin më të fundit nga Bordi i Bankës Botërore, të cilat na kanë akorduar një kreditë emergjencës, e cila do të akordohet shumë shpejt në procedurat më të shpejta, shpresojnë fillim të majit, prej $30 milion. Pra, këto do të shoqërohen në koncepte të natyrave të ndryshme, në ato çfarë ne po zhvillojmë në mënyrë edhe bilaterale me të gjithë partnerët tanë ndërkombëtar, europian ose jo, edhe në ndihma tjera financiare. Pra, nëse Miloševići donte që të na zhyste në një kaos, ne si faktor shqiptar, përkundrazi, ne po i tregojmë atij që jo vetëm bjetojmë, por tek ky moment i vështirë po gjejmë gjitha premisat për të rilindur. Pse keni kërkuar monitorim të ndihmave? Që të mos përsëritet historia idiote e vjedhjes ndihmave, pa ardhur ato. E megjithatë po përfliten se qeveria vjedh ndihmat. Më mirë të thuhet qysh tani që po vjedhin ndihmat me qëllim që të jemi të kujdesshëm ne qeveritarët. Megjithatë, ne jemi duke marrë një varg masash dhe unë jam i kënaqur të them që masat janë në një natyrë të tillë, bashkëpunimi me faktorët ndërkombëtar është i një natyrë të tillë që dhe vetë kryeministri dojë të vjedhë ndihma e ka të pamundur. Përveç akuzave që është normale t'i dërgojë opozita, ju duket se e keni pasur bashkëpunimin me të gjatë këtyre kohëve të vështira për të gjithë? Po ne gjithmonë kemi pasur marrëdhënie në opozitën të vështira, edhe kur kemi qenë vetë në opozitë të vështira e kemi pasur. Tur nuk ka pse nxirren fajtor. Faji është identifikuar me disa persona, por do të thosh është më gjerë identifikohet edhe një pjesë e historisë sonë.
Por bashkëpunimi aktual nuk është bërë në takime në Rogner, në parlament, në situata natyrave ku ulemi para kamerave dhe themi partitë kryesore, PS, PD apo ku diun qeveria, opozita vendosin që përkundrazi. Ka qenë një marrëveshje e heshtur. Pavarësisht nga deklaratat, ulërimat për vjedhje, tradhti etj. Bashkëpunimi ka qenë aty ku kishte dhimbje, domethënë përballë Kosovës dhe kosovarëve. Unë më lejoni që në emër të qeverisë e kam përsëritur dhe përsëris, ne nuk mund të përballonim gjithë të situatë nëse sot kishim pushtetin lokal, i cili në mazhorancë drejtohet në Partia Demokratike, të angazhuar po aq sa dhe ne. Do të ishte e pafalshme që këto momente dikush thoshte këtë e bëm ne dhe këtë se bët ju. Të gjitha po bëjmë bashkë, por rezistojmë të gjithë si kom. Prandaj bashkëpunimi nuk është bërë në mënyrë deklarative. Bashkëpunimi është bërë brenda disa koncepteve, shpesh të pashkruara, por të mirë kuptuara. Nuk ka rëndësi tesra sot. Të gjithë e kuptojnë se ç'duhet të bëjnë. Dhe ky është ai moment që unë e quajta pak më parë rilindje. Ju duket se e ka destabilizuar ndo pak rendin vërshimi i kosovarëve, i cili ishte i të rënditur, apo mos ndoshta ka ndodhur e kundërta? Jo, ka ndodhur e kundërta, sepse të gjithë të strukturat e rendit, mbrojtjes, të gjithë institucionet, angazhimi i tyre, vedia qytetare, kanë bërë që situata të jetë mjaft e ekuilibruar, dhe po ndodhin gjëra të natyrave nga më të çuditshme. Vlora deri dje traumatizuar nga rendi sot ka mira kosovar dhe i përballon ata me qetësinë, përkatëse dhe me ndjenjë qytetare. Unë informova sot edhe nga drejtuesit e Ministrisë së Rendit që edhe një akt precedent që kishte pasur të një rasti vjedhje, me vrasje mos gaboj, njëri prej tyre është kapur dhe tjetri po ndiqet. Gjë që ne vështirë se do ta falim në raste të tjera. Kam fjalën duke patur parasysh impenjimin e policisë. Ndërkaq që po ndodhin dhe gjëra të natyrave përsëri të çuditshme. Po marr shembullin e Lazaratit. Lazarati, i cili ai ishte aq shumë i mallkuar nga njerëzit të cilët mendonin se aty dhe vetëm aty pas ka qenë gjithë e keqja e rendit jugut. Vini edhe se ç'po ndodh tani në Lazarat. Kanë pritur mira, qindra, mos gaboj 1000 apo 1500 refugjat dhe një angazhim total i të gjithë. Ndoqja një emision televizor dhe me të drejtën më impresionoi mjaft. Vini re pra gjithë momenti i Shqipërisë, nga një moment i ndarjes, jo po veri, jo po jug, jo po ju, jo po ne, është kthyer në një moment që do ta thoshja jo kolektiv, por është rikthyer diçka nga të cilën ne e kishim humbur dhe nuk e di se pse e gjetëm pikërisht marrjen e fëmijëve dhe të nënave të grave në Kosovë. Ne gjetëm aty një pjesë vetvetes, atë çfarë ne kishte humbur. Dhe të gjithë bashkë përpiqemi të ridimensionojmë atë që quhet komp Shqipëri. Pavarësisht nga të mirat, po në aspektin financiar, në aspektin ekonomik, çfarë po i shkakton kjo krizë kosovare vërshuar në Shqipërisë, buxhetit shtetëror, financave shqiptare? Do të ketë pagesën e vet edhe kjo, koston e vet. Por do të rezistojmë, do ta kalojmë. Nuk dua të mbaj referenca të gjata për këtë, sepse mendoj që ekspertët edhe pas ardhjes së ndihmave, akordimit të ndihmave në mënyrë zyrtare nga të gjithë institucionet ndërkombëtare financiare, të cilat janë treguar jo vetëm të hapura, por edhe me një respekt të veçantë për atë që po bën Shqipëria, mendoj që ne mund të flasim qartazi dhe unë kam bindje që nuk do të kemi plagë në kuptimin e të pariparueshme në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Përkundrazi, fakti që ne po përkrahemi nga të gjithë, ata që i quajmë miq dhe partner, por edhe nga të tjerë të cilët deri dje na kanë parë në mënyrë të ftohtë ose si një element me të cilin pak ja vlen të merresh, tani ky ndryshim mendoj që do të ketë një përfitim. E përsëris, Miloševići dëshironte të na kthente në kaos. Ne këtë po e kthejmë në një mënyrë tjetër. Ndoshta kjo është sfida më e madhe që ne jemi duke fituar. Jemi në rrugë, por jemi duke fituar. Është një detaj ekonomik të themi, ka një pyetje që e bëjnë rëndom shqiptarët këto ditë, ata që duan të tërheqin parat nga bankat për arsye sigurie, apo dhe shumë kosovarë që presin të transferojnë para, presin para nga njerëzit që kanë jashtë. Pse mungon dollari fizik në bankat tona? Këtë mund t'ja bëni shumë mirë pyetje shkëlqimtanit, po jam i bindur që ndjenja e stabilitetit ka përfshirë të gjithë shtetin. Këtë ndjejmë në radhë parë në qeveritarët, tani po mblidhemi më rrallë, nuk mblidhemi 4 herë në ditë dhe në 3 natës siç mblidheshin deri dje. Shteti ka filluar të ambientohet brenda rregullave përkatëse,
me 300.000 më tepër në familje, por që duke u akorduar vetveten do t'ja dalë mban. Jam i bindur që kjo ndjenjë instabiliteti do të kaloj dhe do të vi hap pas hapi, sepse ndihma është e natyrës tillë që më lejon sot të them me bindje që nuk do të ketë probleme që të kemi një destabilizim të thellë apo prishje të ekuilibrit ekonomik. Ndërkohë, duke gjykuar nga qëndrimi që përmbajnë vendet fëqinje të Shqipërisë, mendoni se do të ketë një rikondërim aleancash gjeopolitike? Është ende herë të flasësh për këtë. Do të shikojmë se çdo të ndodhi Kosovë. Ka disa momente të cilat ne jemi duke i parë me vëmendje dhe jam i bindur që po gjejmë veten. Ne në rreth parë. Keni kërkuar përgjegjësi individuale për çka ndodhi me shqiptarët, me kosovarët në kufijtë e Maqedonisë. Keni folur ashpër me ministrin e jashtëm Maqedonas, ndërkohë jeni shprehur se Tirana është interesuar për stabilitetin e Shkupit. Mos ka një kontradikt? Jo, nuk ka kontradikt. U shpreh ashpër për atë që me cilën mënyrë se si i trajtuan maqedonasit shqiptarët e Kosovës dhe mos harroni që në kufi ishte pothuajse një pjesë e Prishtinës, por mos thënë gjithë Prishtinë. Dhe të shohësh elitën e Kosovës të zjasit duar drejt bukës, atë lloj trajtimi, është pak të thuash që duheshim shprehur ashpër. Por ndërkaq, ne e dinim që kjo ishte dhe zhvillohej brenda një skenari për destabilizimin e Maqedonisë, të cilin Miloševići e dëshironte. Aty janë një pjesë e trupave të NATO-s, aty janë një pjesë e logjistikës së saj, një destabilizim i Maqedonisë do të kishte një çmim të vetin, kufitimtar do të ishte vetëm një njeri, Miloševići. Prandaj ne mbajtëm këtë qëndrim. Ky qëndrim është në vazhdimsi dhe kërkesën e përgjegjësisë ne tani po kërkojmë edhe në institucionet ndërkombëtare. Ju duket se shqiptarët nuk e kuptojnë këtë, andaj vazhdojnë të anatemojnë Maqedoninë me anë të shtypit, me anë të deklaratave, qofshin tonë emocionale? Po, në qoftë se ka vend për emocion, mendoj që është justifikuar. E rëndësishme është që hapat më pas të idhen të qetë. Ndërkaq janë shumë shtete të cilat kërkojnë të marrin refugjat në vendet e tyre. Megjithatë ju jeni shprehur kundër largimit të kosovarëve nga rajoni, duke thënë madje ata mund të qëndrojnë të gjithë në Shqipëri. Po. Pse? Sepse duhet të rinë këtu. Sepse të gjithë e kuptojnë që duhet ndodhë kështu, sepse të gjithë e mendojnë që shumë shpejt do të vi dita që ato të kthehen në Kosovë dhe duhet të kthehen në Kosovë. Sepse fëmijët e Kosovës duhet të rriten në një ambient ku flitet shqip. Ju bëni këtë për humanizëm apo për një lloj të themi me të keq përfitim politik? Do të ishte ironi që të zgjidhej qoftë njëra qoftë tjetra. Të gjithë e kanë kuptuar që nuk bëhet fjalë tani më për përfitime personale të një qeverie, të një partie, të një mazhorance apo të një opozite. Të gjithë po e kuptojnë që bëhet për diçka tjetër, që nuk ka të bëjë me të sotmen, nuk ka të bëjë me zgjedhjen elektorale 2001-shit, por me diçka shumë më afatgjatë. Shqiptarët duhet të rikthehen në Kosovë. Dhe rruga më e shkurtër për të rikthyer në Kosovë është nga Shqipëria dhe nga vendet të qinj me Kosovën. Pavarësisht nëse ne e përballojmë dot apo jo. Ne duhet ta përballojmë. Dhe kjo është sfida. Kjo nuk është retorik. Të gjithë njerëzit e kanë kuptuar dhe askush nuk ka ngritur pyetjen a mund ta përballojmë këtë? Nëse do të kishim pyetjen a mund ta përballojmë këtë, atëherë kjo do të ishte e barazdhshme me pyetjen atëherë a duhet të lëvizim kosovarët nga Shqipëria drejt shteteve të tjera siç na është ofruar? Përgjigjja është e prerë, jo. Sepse ky është momenti më delikat dhe po ta shikojmë me vëmendje zhvillimin e situatave në Kosovë dhe më gjerë, qëndrimi i kosovarëve këtu e bën jo vetëm permanente krizën, e kërkon jo vetëm në mënyrë të ngutshme zgjidhjen e saj, por edhe momentin kur do të mendojmë që do të kemi një zgjidhje të situatës në Kosovë, Kosovës do t'i duhen pastaj element të cilët mund t'ia ofrojë vetëm popullsia, e cila aktualisht ndodhet në Shqipëri, Maqedoni, Malzi. Dhe një pjesë shumë e vogël ndodhet e larguar me avion falë dashamirësisë kombëtare ndërkombëtar ndaj qëndrimit të Maqedonas drejt të vendeve të tilla si Norvegjia, Gjermania apo Turqia. Ju kur kërkoni me ngulm që kosovarët të qëndrojnë këtu, keni parasysh edhe Kuksin, ku gjendja vazhdon të jetë shumë e rëndë apo diçka është duke ndryshuar dhe atje? Sigurisht që atje është duke ndryshuar diçka. Janë duke ngritur kampe, spitale, pushore, janë vënë, shpresoj të vjen shumë shpejt në funksion. Dhe ardhja çdo 24 orë ne ndjejmë që ka një ndryshim në mënyrën e trajtimit të
vëllezërve tanë këtu në Shqipëri. Dhe jam i bindur që ky ndryshim do të ndjehet edhe më pas. Kaluam atë moment të pritjes së valës dhe tani hap pas hapi ne do marrim masa të cilat të na lejojnë në mënyrë brenda afatit, që ne po e quajmë afat gjatë, po jam i bindur që bëhet fjalë për muaj, që këta njerëz të krijojnë kushte minimale akomodimi dhe qetësie, me qëllim që t'i përgatisim dhe të jenë të gatshëm për të kthyer aty ku e kanë vendin në Kosovë. I ndruheni së pastrimit etnik, i ndruheni një Kosovë pa kosovar? Jo, nuk i ndruhem, nuk eci me frikën që do të ketë një Kosovë pa kosovar. Miloševići gjithçka mund të bëj, familjet e Kosovës mund t'i sjellë edhe të gjitha jashtë të Kosovës, mbase kjo ishte edhe një moment që ne po e parashikonin në fakt, dhe nuk është sekret të thuhet që Shqipëria po përgatitej për rreth 500.000. Ne këtë shifër e kemi deklaruar edhe përpara komisares të lartë Ogata, po përgatiteshim dhe për gjysmë milioni për t'i mbajtur në Shqipëri. Por Miloševići nuk mund të bënte dot një spastrim të plot etnik, ngado që ta marrësh. Sepse po ta vini re, përbërja e refugjatëve që vijnë dhe kalojnë kufit e Kosovës janë gra, fëmijë, pleq. Djemt rinë Kosovë, sepse dinë se ku kanë vendin. Ndërkaq që NATO është duke vazhduar sulmet ajrore, të cilat mendon t'i intensifikoj, a janë ato ende të mjaftueshme apo kërkohet si domosdoshmëri futja e forcave toksore të NATO-s në Kosovë, si e vetmja mënyrë për ta çliruar Kosovën? Kjo do të shikohet pas pasati. Ju ende nuk mund thoni që forcat nuk mund ta kërkoni? Ne po bashkëpunojmë hap pas hapi dhe kemi informacionin e plot për ato çfarë do të ndodhin edhe në momentet e mëpasme, dhe jemi të bindur që fundi do të jetë pozitiv. Ju kur thoni se kjo është një e përkohshme dhe është çështje javësh, do të mbaroj shpejt, keni parandjenje apo bindje? Është ndaluar që në tilla momente të ecësh me parandjenje. Përgatitjet e qeverisë shqiptare kanë filluar prej kohësh për këtë situatë. Dhe aktualisht qoftë rendi, po sidomos forcat armatosore të Shqipërisë, hap pas hapi kanë realizuar një program përgatitjesh të cilat e bëjnë atë sot eficiente për të ruajtur sovranitetin e vendit. Ndërkaq, bashkëpunimi me faktorët e tjerë ndërkombëtar kanë qenë intensiv dhe ardhja këtu e 8.000 forcave të NATO-s dhe helikopterëve Apache, shpresoj më pas dhe teknologjisë, pse jo, të natyrave të tjera, tregon që ne nuk ecim me instinkte apo me parandjenje, por sipas një momenti veprues të paramenduar. Shtypi shkruan se vendosja e forcave të NATO-s në Shqipëri do të shërbejë më pas, këto forca do shërbejnë për sulmen ndaj Serbisë. Në fakt? Për të gjitha, edhe për sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Nëse serbët do të mendojnin skenarin më të keq për të tërhequr vëmendjen duke prekur sovranitetin e Shqipërisë, atëherë do të kishin përgjigje përkatëse, jo vetëm nga shqiptarët. Shkruhet dhe thuhet dhe flitet për agresion të mundshëm serb. Askush nuk e beson. Në fakt duhet ta besojmë? Duhet të përgatitemi, nuk është çështje besimi. Ne jemi gati vetëm me fjalë apo ne jemi gati për ta përballuar një agresion të mundshëm serb? Mendoj që jemi gati. Sot media serbe, politika zyrtare jugoslave shkruan për provokime shqiptare në kufi. Se ç'prisin të thoshte politika zyrtare serbe. Do të thoshte pikërisht ato çfarë mendojnë që e justifikon atë përballë situatës tepër të rënduar që ka krijuar në Kosovë dhe genocidin e jashtëzakonshëm, për të cilin po tregohet me gisht dhe ka për të treguar me gisht nga historia e re e Europës. Kam lexuar kujtimet e ambasadorit amerikan Zimmerman dhe është e qartë që Miloševići në marrëdhëniet me Shqipërinë ka një moment që do të quhet jo delikat, por që fsheh një raport i cili edhe tani bëhet i dukshëm. E ka quajtur për shembull Shqipërinë një aeroplan mbajtëse të pambytshme. Dhe kjo është deklaruar amerikanë. Në diskutimet që më pas janë futur në librin e ambasadorit amerikan në Beograd. Dhe serbët gjithmonë e kanë pasur frikën Shqipërisë. Por brenda këtij koncepti edhe janë përpjekur në maksimum për ta shkatëruar atë. Dhe pas 81-shit
jam i bindur që hap pas hapi ky ka qenë një koncept strategjik konstant. Ne e vuajmë sipas mënyrës sonë këtë lloj shkatrimi, pavarësisht se në shumicë e kemi bërë me duart tona. Si do t'i përgjigjej kryeministri shqiptar atyre që kanë frikën një Shqipërie të madhe, krijimit të një Shqipërie të madhe, rikrijimit? Ky është një proces të cilin nuk duhet t'i friksohemi, nëse do krijohet një Shqipëri e madhe apo do krijohet një Kosovë shtet i pavarur. Mendoj që situatat do të sjellin edhe vendimarrje përkatëse. Ne do të kemi konsultat dhe këshillat e miqve tanë, të cilat deri tani nuk na kanë tingëlluar asnjëherë për keq. Janë të mundshme të dyja variantet? Do të bëhet më mira. Liderin serb Milošević, ju mund ta shikoni si partner të mundshëm në bisedimet e ardhshme të paqes, apo për ju ai thjesht është mysafiri i ardhshëm i Hagës? Padyshim, është kjo e dyta. Nuk pritet asnjë kompromis me këtë njeri? Tani do më vinin pozitiv vështirë po të filloj të bëj deklarata tipit s'duhet, s'bëhet, kur, jo, etj. Me Miloševićin është një kapitull i djegur i historisë ballkanike. Me të nuk mund të ulesh qoftë për të biseduar, qoftë edhe për të nënshkruar diçka, sepse diçka do të tingëllojë absurde, pa kuptim. Dhe askush nuk ka për të kuptuar. A janë duke mbledhur prova shqiptarët për barbaritë e Miloševićit? Sigurisht janë duke zhvilluar disa koncepte që nuk kanë të bëjnë vetëm me Shqipërinë. Pra, prokurorët tanë janë duke mbledhur të dhëna, por shumë shpejt këtu do të vinë drejtuesit kryesorë të prokurorisë të gjykatës Hagës dhe do të vinë një ekip mjaft i madh, të cilët do të mbledhin të dhëna nga shqiptarët e Kosovës këtu për barbaritë e kryer nga makina ushtarake serbe, por e nxitur në strategji nga politika shtetërore, e cila në krye ka një njeri me emrin Milošević. Pra, bazuar në këtë koncept, Miloševići është një përsëritje e Hysejnit, Saddam Hysejnit, në lindjen e mesme. Duhet të them që kombi në këto momente tepër të vështira është me fat, duhet përsëritur që është me fat, që konscienca e perëndimit konkludoi pikërisht këtë moment qëndrimi karshi Miloševićit. Në të kundërt, ne do të paguam një çmim të jashtëzakonshëm. Jemi me fat apo ne duhet falenderojmë dërkënd që konkludoi kështu pikërisht tani? Dhe kujt i shkon ky falënderim në emër të qeverisë shqiptare? Sigurisht përsosmëria nuk është rastësi. Kjo ka të bëjë me principe të cilat aktualisht nuk filluan të zhvilloheshin në Europë. Është e kotë. Unë i nisim nga ky mendim dhe konkluzioni imi. Këto momente që zhvillohen sot kanë filluar në dyert e Departamentit të Shtetit në politikën amerikane, principe të cilat nuk kanë filluar para një muaji apo para 2 vjetësh, por prej kohësh, ndoshta që prej konsolidimit të Shtetit Amerikan. Dhe pikërisht gjetja e një momenti efikas dhe të përgatitur nga ana e politikës shqiptare, duke balancuar elemente të tjerë të politikave ballkanike dhe europiane, dhe duke patur një bashkëpunim më shumë se sa i tillë me politikën e Shteteve të Bashkuara, po konfirmoj pikërisht deklaratat e zyrtarëve më të lartë, të cilat i kanë konsideruar marrëdhëniet aktuale midis administratës amerikane dhe qeverisë shqiptare të shkëlqyera. Ne kemi arritur në këto momente dhe fruse dhe raporte që ekzistojnë aktualisht. Pra, fati ynë ka dhe emra, që sigurisht do të ngjitet në testamentin përkatës njerëzve të rinj të politikës do të vinë më pas. Një pyetje pak personale. Kjo bare e rëndë që i ka rënë aktualisht me qeverisë shqiptare, ju duket sfidë, ju duket provë, apo ndoshta edhe një ndihmë, një lloj ndihme që në rast se ju e përballoni gjithçka, atëherë karriera e kryeministit Majko është e garantuar mendej. A thua? Mendoj që kjo nuk ka të bëjë fare me emrat e përveçëm të qeverisë aktuale. Mendoj që ka të bëjë me një detyrim, të cilin shpresoj që do ta bënte çdo qeveri, çdo emër i përveçëm që do të ishte. Në kushtet kur shqiptarët
rinë deri vonë dhe shohin të gjitha ekranet televizive duke ndjekur lajmet, kur ata trëmben edhe nga avionët e NATO që kalojnë hapësirën ajrore, trëmben her pas here. Si ka mundësi që ju megjithatë jeni optimist? Çfarë dini ju diçka që edhe mund ta zbuloni? Kemi thënë që këtu është dritarë dhe jo burg. Unë mendoj që një kryeministër e ka për detyrë të ditë disa gjëra më tepër. Dhe jam i bindur që janë gjëra të cilat kur më bëjnë optimist mua, pse jo, do të bëjnë edhe të tjerët optimist. Cila është drita në fund të tunelit që sheh atëherë kryeministri Majko? Drita në fund të tunelit janë vendosja e trupave të NATO-s në Shqipëri. Ushtarët amerikanë. Drita në fund të tunelit janë përkraja fort ndërkombëtare që kemi nga të gjitha institucionet, shtetet që janë vendimarrëse sot në politikën ndërkombëtare. Drita në fund të tunelit janë fëmijët e Kosovës, që kur thonë jam shqiptar nuk do mendojnë vetëm ambientin përreth ku kanë qenë Kosovë, po do kujtojnë tani edhe Bregdetin e Vlorës, edhe qytetin e Gurë të Gjirokastrës, edhe Sarandën, edhe Korçë, edhe Tiranën, edhe Durrësin. Miloševići deshi të na vrasi këmbë. Ne mbjetuam. Dhe këtë mbjetesë në mënyrën më të plotë do t'ja u kalojnë brezave ata që quhen sot fëmijë. Ju falenderoj që ishit këtë të premte, zoti kryeministër. Falenderoj edhe ju të nderuar telespektatorë që na ndoqët, por ju kërkoj të mos shkëputeni nga televizioni shqiptar, pasi disa çaste më vonë do të nisë emisioni i parë i ciklit SOS Kosova. Natën e mirë nga Studio 1.